Kuvendi u mblodh të hënë në seancë plenare nën masa të shtuara sigurie me të gjithë perimetrin e godinës të rrethuar me gardh metalik. Pas përplasjeve të ditëve të fundit mes policisë dhe protestuesve pranë parlamentit, forcat e rendit u vendosën sërish në gatishmëri për çdo protestë të mundshme. Deputetët e Partisë Socialiste hynë në kuvend nga hyrja anësore pranë Akademisë së Shkencave, ndërsa deputetët e Partisë Demokratike nuk morën pjesë në seancë. Protestat e qytetarëve u kthyen në temën kryesore të debatit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj deputetit të Lëvizjes Bashk Redi Muçi, i cili e paralajmëroi mazhorancën të mos nënvlerësojë protestuesit, duke theksuar se prej 44 ditësh të rinjt ndodhen në shesh me kërkesën për largimin e qeverisë. Nga ana e tij Balla deklaroi se protesta nisi me një kaos të drejtë për mbrojtjen e mjedisit, por humbi karakterin e saj, pasi u politizua me përfshirjen e opozitës. Me parti në pushtet nuk mund të nënshkruhet asnjë rezolut e përbashkët, e cila nuk merr për bazë kërkesat e protestuesve për anulimin e ligjeve grabitqare që kjo qeveri ka miratuar. E para, anulimin e ligjit 21/2024 për ndryshimet në zonat e mbrojtura, që ka hapur rrugën masakrës mjedisore në Pish-Poronart. Ti je thjesht dhe vetëm aksidentalisht në këtë sallë, sepse ke ardhur për shkak të dorëheqjes së një deputeti tjetër. Pra ti ke ardhur hajdutshë në parlament. Ti. Unë nuk tallem me protestën. Protesta kur nisi ishte diçka e bukur, nisi në emër të disa kërkesave që lidhen për mjedisin, por prej ditës pare kam thënë dhe do vazhdoj ta them, nuk e di sa mirë ndiqni statuset e mia të orës 7, transparencë është ajo, tregon se si kur hyri Saliu, hyri Gonja, hyri Qorri, apo ndonjë tjetër, flamingot fluturuan dhe ngelën sorra si puna jote. Debatet u tensionuan edhe më tej me një përplasje të fortë verbale mes deputetit të Partisë Mundësia Erald Kapri dhe Tauland Ballas. Kapri akuzoi mazhorancën për ushtrim presionin ndaj biznesit dhe përdorim të metodave të paligjshme, ndërsa Balla ju kundërpërgjigj duke rikthyer në vëmendje procesin e numërimit të votave të vitit 2025. Sipas tij, Kapri kishte kërkuar ndihmën e socialistëve për të mbrojtur votat e tij nga numëruesit e Partisë Demokratike, duke ironizuar se mandati i deputetit u sigurua fal mbështetjes së numëruesve të Partisë Socialiste. Ju keni çdo instrument në dorë, çdo kontroll në dorë. Del Ministri i Financave aty e shantazhon me kompanit e veta. I keni bërë çdo shantazh, i keni mbyll biznese, të hapur edhe nga bota e nëndeshme. Nuk do na mbylli dot gojen, zoti Balla. Më fusi e miq që t'i thoja numëruesve të Partisë Socialiste të ruajnë votat e tua se po t'i vidhte PD-ja. Është kështu apo jo? Betohu këtu. Betohu thash. Betohu! Turp kesh. Vetëm burr s'mund bëhesh ti. Ti kaq vetëm. Dhe ky është dallimi më i madh, meqense po flasim për KQZ-n, mes numëruesve që vendos Partia Socialiste dhe atyre që vendos partia jote, se nga Partia Demokratike vjen ti.